Jetoni tash e 33 vite apo jo në Holland. Sa është e vështirë me jetu larg vendit tuaj, larg artit tuaj? Për mu ka qenë edhe mbetet shumë e vështirë, sepse ndoshta është kënga, ajo që më ka lidhë shumë me atë dheun, edhe emocionet janë gjithmonë shumë të mëdha. Në cili momente që ju bëri juve të vazhdoni ende me këngët për në Kosovë? Për Kosovën, edhe pse jetoni pra jashtë vendit? Kjo është qëllimi, për me vazhdu, me tregu historinë e kohës tem, mos me arru për brezat e rinë. Sa është e vështirë, zonja Airi, realisht me gjetë hapësirë, sepse dim që zakonisht puna dhe gjitha ato që ndodhen jashtë Kosovës, i keni goxha vështirë me gjetë kohë për këngën. Por si ja dolet në banë që me mbajtë ende gjallë këtë artin tuaj? Ka qenë e vështirë, kam qenë shumë e ngarkuar ma herët, tash jam pak ma e lirë, edhe momentin që kam qenë ma e lirë,